Të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra, të nderuar punonjës të kryeministrisë dhe të medjeve, të dashur qytetarë, sot kemi një mbledhje jo shumë të gjatë, por nga e cila do të dalim me lajme shumë të mira. Sepse qeveria e mirë sjell lajme të mira. Qeverisja jonë e mirë po vazhdon me politika që kanë në qendër mirëqenien e qytetarëve dhe zhvillimin e vendit. Po e nisim me lajmin e mirë për të gjitha nënat e reja. Qysh në fillim të mandatit qeverisës, siç kishim premtuar, filluam skemën e shtesave për gratë lehona në nivel të pagës minimale, 6 muaj nga 170 euro për lehonat e papunësuara dhe 3 muaj nga 170 euro për lehonat e punësuara, mbi pagesën që veç se e marrin sipas ligjit punës. Deri më tani, rreth 70.000 nëna të reja kanë përfituar nga këto shtesa. Me që tash e kemi edhe pagën minimale të re, është koha që kjo të reflektohet edhe në shtesat për gratë lehona. Sot, në mbledhjen e 261 të qeverisë, do të miratojmë rritjen e vlerës mujore të shtesave nga 170 euro në 325.9 euro, aq sa është vlera neto e pagës minimale të re. Pra për të gjitha nënat lehona, që nga ky muaj, shtesa mujore do të rritet në 325.9 euro, e kjo përbën një rritje prej 91.7% apo gati 2% të shtesa. Për 6 muaj, shtesa e rritur përkthehet në 1.955.4 euro, dhe kur kësaj i shtojmë edhe shtesën mujore për fëmijën, që është së paku 20 euro në muaj, apo 120 euro për 6 muajt e parë, atëherë efektivisht del se qeveria mbështet secilën nënë të re me 2.075.4 euro. Pra për çdo fëmijë të lindur, mbështetja e qeverisë vetëm për 6 muajt e parë e tekalon vlerën prej 2.000 euro. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. Këtë nivel mbështetje mund të krahasohemi me shumë shtete të tjera më të mëdha e të forta ekonomikisht se sa ne. Lajmi tjetër i mirë është për gratë lehona të punësuara. Agjencia e Statistikave të Kosovës këtë javë ka publikuar nivelin e pagës mesatare për vitin 2024, e cila ka shënuar rritje të theksuar viteve të fundit, duke arritur në 639 euro. Krahas kësaj, ne sot do të miratojmë pagën mesatare referuese, e cila shërben për përllogaritjen e pagesës për 3 muaj në nivelin 50% të pagës mesatare, që është obligimi i qeverisë për secilën lehon të punësuar. Pra, përveç pagesës prej 70% për 6 muaj nga punëdhënësi, lehonat e punësuara do të përfitojnë mbështetje për 3 muaj të tjerë nga qeveria në vlerën prej 311.5 euro, që është 50% e pagës mesatare. Krahasuar me nivelin aktual prej 223 euro, mbështetja e re paraqet një rritje prej 43.3%. Të ndryshe, secila lehon e punësuar, përveç pagesës nga punëdhënësi, do të ketë 3 muaj pagesë të lehonisë nga qeveria në vlerë prej 319.5 euro në muaj, si dhe në kuadër të skemës së shtesave për lehona, edhe 3 muaj të tjerë nga 325.9 euro në muaj. Kur kësaj i shtohen edhe shtesat mujore për fëmijë, rezulton se edhe lehonat e punësuara do të përfitojnë mbështetje